mira në mes të mirave, mësoj që kishte kancer qiri në 2 qokset, dhe kjo e duke pamundur, një vajzë që shkonte në palestër, nuk abuzonte, jetonte mirë, krijonte, çdo gjë ishte pro saj, por jo smundja. Ajo e përballon në një mënyrë, nuk di ta krahasoj, do të thënë nuk kam, gjithmonë kur kam folur për kancerin e gjirit kam qarë, gjithmonë kur kam dëgjuar histori grashe dhe vajzash që ja kanë dalë ose s'ja kanë dalë, gazetare, mësuese, punëtore, nëna, jo nëna, gjithmonë kam qarë edhe nuk jam munduar të mos të qoj hollësira, duhet ta pranoj. Frika e madhe që mbaj larg, mos qoj hollësira, mos mëso asgjë. E dini si është si ajo kur je në avion edhe shikon atë stewardesën që fillon të tregon që çfarë të bësh në rast se avioni bie. Ti thua, po avioni, ç'to bëj unë me këto që më thot ajo, as do më kujtohet asgjë nga këto dhe nuk do shpëtoj. Dhe ti mundohesh as mos të dëgjosh të ulësh kokën dhe të mos mendosh për atë momentin e tmerrshëm. Kështu është edhe frika që ti ke nga kanceri. Më mirë të mos mendoj, thua se po erdhi, unë nuk e dia do shpëtoj dot. Shpëton. Po ta thon mjekët, shpëton, duhet vetëm të prekësh gjoksin tënd, ta kontrollosh, ta njohësh trupin tënd, dhe po flasim për kancerin e gjirit. Janë të tjera plot, të cilat gjithashtu zbulohen me analiza. Por po flasim për kancerin e gjirit, që mëso të kuptosh si funksionon trupi yt, mëso të bësh pyetjet e duhura, mëso të bësh kontrollin e dur,